Mirë, bravo, mirë se keni ardhur, pra, zjerma. Ma zjerma. Jo, nuk është shaka, Prime 30 është jubilej. Edhe pak ditë në ndojnë nga Eurosong. Finales. Edhe pak ditë finalja madhe Eurosongut Shkodra elektronike. Tanë të prit për finalin. I ke gërshëtu bukur, Po ha njerë, qa kena për Prime 30-ën janë? Qa na vjen në një papritur? Atë është i kryesorja marrë njerëzit bezi presin me marru kjo pik. Dhe me medal finalistat sa ma shpet, edhe medal kush nuk e meriton sa ma shpet. Në gjysmë finale me i ka 3, ka 2, shi me met shpet, se ka qenë lodh njerëzit sa atës vesh ta marrin vesh një finalistat kush janë, edhe sa ma shpet kush e fiton. Ashtë gjatë edhe dita edhe nuk rrihet ma mrena me i pa, ato s'porrin mrena s'për veti. Mendoj se dalja e këtyne 2 personazheve ka ken i sajum, i mirë menum, i mirë gjetëm që me dalë këto 2, se kena thanë, me dalë gjesti me ashtu fillon bëhet problem, se me zjanë finale fill të parin, upin votat, me dalë Rozana me gjestin e para, i ikin dyshimet për gjestin, fillon bjen pesimizm gjesti, ka gjet një dmes me kështu që mështë i mesin fort hart trikujt, po doli Rozana nuk ka se i met fort hatri Gertës, Pra futën atë tema e sondazhit që ne kena hallë mbrëm. Dhe prandaj na kena bën një sondazh me 3 pika, e treta shumë interesante që marrë do të ne lexojmë tash. E lexojmë. Pyetja e sondazhit është: cila vajzë mendoni se do të jetë finalistja e parë? Pra, sepse janë televotim 2 vajza. Njëra është Gerta, tjetra është Rozana. Dhe ne kena vendosur edhe opsionin të dyja. Dhe janë kanë marrë pjesë 1100, mbi 1100 votues, anketues. Ashtë i pranushëm. Dhe kanë votu, janë do kështu si përqindje. Për Gertën, thonë 26% votuesve. Shumë. Për Rozanën, thonë 59% votuesve. Dhe për të dyja, thonë 15% votuesve. Kjo është dhe më thonë janë. Shumë pokër. Kjo është ideja. Shumë pokër. Pra, të marrim statistikisht, Gerta bashkë me të dyja bajnë 41%, ndërsa 59 është vetëm Rozana. Pra, ja, ose 49 Rozana aty, edhe gjysmen e të dyjave që ka. E 15% si? Pra, me dash me emrojt gjithë. Kush ka 89 më? 59 më, 59 më. Falë, 59, edhe 7.5. Bajnë 6 pra .5. Shqyqë, Rozana, në tana anketimet, votimet, është kënd vështrimet, parashikimet, del e para finalistën këtë përballje. E favorizume në këtë përballje. Por, pse kena vu në këtë tretet? E kena vu sepse vetë Ledioni, vetë dhe Promaja, e ka thonë që njëra do dali finaliste, e fatin e tjetërës do të zbulohet të shtunën brema. Pse do të me thonë me fatin e kësaj? Do me thonë, qa ka medalj ashta? Medalj s'del. Medalj nuk del. Që do të thotë, ne me marrën e kena menu që a thu ka një opcion që edhe ajo t'jetë finaliste e dytë, me një mekanizm që rregull 16 e ka këtë thjesht. Që ne nuk e kena pa kur. Dhe 15% që ka votu, duket mos snajperisti që e ka në hatë që do të ketë diçka. Jo vetëm fati soj, qa fati soj? Fati qa ka medalja është Gerta? Po pa rrit të kjo puna që qa më të bëhet një mekanizm, deshta me interpretu 59% e Rozanës. Po! 59% i Rozanës është pikrisht batuta që i tha Arber Hajdari, Gertës ja ke fut kotë. Qa deshte me mas pra? Unë kam besim të publikut pak të ato që na njekin në YouTube që i votojnë, se herë mas herët kanë pas objektivisht të drejtë, edhe në qoftë se në skenar aty nuk ka noll ajo që kanë votu publiku të sondazhet tona, nuk ka noll se dieshe si bëme nolla shumë marrë duhet me ngacmu pak situatën. Por, edhe sot unë edhe sot presun me dal Gerta për shembull, edhe me fut Rozanën në një valle aktive që si s'dolje, me fillu Gerta me thana shefun ta mbyll a kupton, është më interesante gara nëse bëhet kështu biles. Pa qka se nuk është e besueshme, por interesante bëhet. Sidomos për këtë ditë që kanë metë se është lodhë kretë situata. Por, objektivisht, publiku tha me klikime, me vota në sondazh, fiks këtë që tha Arber Hajdari ndatë.
Po çka ke fut kot më gjerë? Sepse jeti u mat në një formë që nuk duhet më mat. Pra. Ajo mund të jetë kurioz se sa ka rikuperuar në këtë aspekt, po jo për më mat. Dhe kjo matje ishte shumë është ballafaqim shumë i drejt për drejt ky i Gertës, domethënë. Për me dash Gerta më mat. Ajo mund të vlente nëse Gerta do të ishte si gjesti, ose si Rozana që do më mat me gjestin ose anasjellës. Po këtu nuk diskutohet që a matet Aldoja me gjestin. Nuk matet, a matet Jozi me gjestin, nuk matet. Pra imagjinat kishte thënë Jozi, du me dal me pa kush është finalist i parë, unë apo gjesti. Pra këtu ja fut kot Jozi se strategjikisht ballafaqohet shumë drejt për drejt që është humës. A e kupton? Pra ti thu që se mund është ama këtu ashtu. Gerta ka pas gabum që i ka dash me dal me Rozanin dhe jep drejt Arbit, apo jam unë gabim që më morë vesh. Qysh atë natë që i tha Arbi, unë thash ja i ka një drejt sepse ballafaqimi i drejt për drejt e nxjerr zbuluar Gertën. Pra ai tha për Gertën ja ke fut kot. Pa për Rozanin krejt sigurt është Rozana në këtë aspekt. Ishte gjesti Rozana ndryshon puna jonë. Ishte Gerta me Laertin edhe mundena me diskutu. Gerta Rozana, Jozi gjesti, Aldo Rozana, Aldo këto nuk kanë një matje, njësi normale matje, domethënë. Ajo po, Gerta mundet me marrë vesh edhe 26%, si më thonë, shumë mirë jam. Mund ta ketë kështu, po në publik hapur del keq, del e humbur. Se nuk është 45 me 55 ose aty. Nuk ka pra Gerta s'ka pra fanbase, nuk ka kështu publik që dojnë thjesht si emër. Por duke qenë fund sezonit, Gerta nuk pas ka as mbështetës në bazë të lojës si bjen. Se jena në fund sezonit, nuk ka punë fanbase-it ma këtu të shi. Pa unë mendoj që Rozana vazhdon mu votu vetëm prej fanbase, jo prej lojës. Po, vetëm prej fanbase. Pa atëherë Gerta duhet ishte votu prej lojës të shi. Sepse po të analizojnë për lojën, të shi. Për lojën, ajo Rozana që qohet në kam dhe shpëton Gertën mu rikthy edhe i herë, edhe arsyeja pse unë riktheva Gertën, thotë qohet në kam, me atë kohën e saj që me dortokit njerëzit, dhe thotë, unë i lash edhe një mundësi se unë s'du të dali Gerta kështu, po du të dali vetëm po të mjabet mundësia kokë në kokë. Vetëm kështu du me e pa në vendit, pra ne jam të edhe një mundësi se Gerta du të dali me mu kokë. Doli edhe nejtin kam, dhe i sa dortokishin publiku. Dhe ti të regon një lojtare, do që i zjerë përballë dhe me i thanë Jozi, dhe ti vazhdo një thu që unë ty s'logaris fare, pra harron që ke thanë, jo koherente si lojtare, dhe tanë këtë kohën që pra doli nominimi nga e martja dhe e shtunën që ti ke dalë ballë për ballë me Gertën për me kënë finaliste, ti i shmangish çdo debatit me Gertën. Për mu, të regon që i prap lojtare do, se ti një aty e ke mundësin me i tregu me argumenta, me si dush, që ja pra që unë e ma mire, sepse po vjen votime dhe ka me dalë finalisti i parë. Ka me dalë finalisti i parë dhe ti rrin asë një ngjarje nuk ka Rozana nga martja dhe shtunën. Asë një. Ti pret me dalë finalisti i parë dhe rrin gjumi a fut gjumë, kërcet pak. I to pite topta të Rozanës. Unë kam mendimin e kundërt. Po pa tjetër që i ketë kundërt, pra se diskutoj. Unë thash të pika, bajnë që Rozana me kënë lojtare e top, dhe jo me kënë para Gertës finaliste e parë, për që janë të baj i tesh. Dhe për zgjedhjen që i bani Gerta, dhe për zgjedhjen që i bani Rozana jo koherente me Gertën që i ka thënë, unë të du kokë në kokë. Gerta 3 ditë jesh mundu me i thënë, hajde për ballena. Ashtu, mua lëu nuk të llogaris shmanget. Shmanget për mu janë dobësi, për mu. Del fush betesë, ka që isha. Unë mendoj të shdi duke një këtana pikat e argumentave tuaj që i dhajtesh. E para, Rozana, kur aqun kam aty dhe i ka thënë, unë nuk du ta kem qyll të dalun, një që pretendon që do të më sfidoj mu. Pra unë do t'ja mushi mendjen, në qoftë se më jepet mundësia me dalë kokë në kokë. Aja nuk ka dalë këtu e dopt sepse sjallon mundësia me kanë kokë në kokë me Gertën, është kaq e thjeshtë. Dhe kjo mundësi që është për kokë në kokë me Gertën nuk është për skualifikim, por është për kush del finalist i parë. Dhe këtë mundësi, si mundesh me thati pra, është dopt treguohet lojtare dopt kur Rozana është duke e fitu. Po ty ta thaj Ledioni, fal. Jo, mos ndërpritesh se do t'i njeki ton pikat në radhë, si i tha ti. Pra, për opsionin e parë ty me argumentin që i tha vetë ti, nuk përfundon, nuk del barazimi që kjo është lojtare e dopt. Po ju dha mundësia. Dhe opsioni i dytë, ajo thot Jozi, kur zgjalli një të grupit kundërshtar, sepse Gertën nuk e vën listë hiç
Pra si Jozi, si Gerta thot ajo, njësoj e muhabet, nuk më intereson hiç. Yt u dha mundësia, sepse Ledioni tha, ti do zgjedhësh një që të dali finalist kok me divanin. Bravo pra, dhe unë po them, ajo si Jozi, si Gerta, si Danja, si Loredana, si Aldo, nga divani kuq për te është e njëjta histori. Dhe ti argumentove që i ka zgjedh Jozin mas me dal jo koherente. Okej, ka zgjedh Jozin se për te është e njëjta histori. Janë të tanë të parancishëm nuk e kërcënojnë si lojtarë ata. A nuk e kërcënojnë. Okej. Për te. Ti e të thonë që jo, ka tregu dobësi. Unë jam të thonë që ka tregu superioritet. Okej. Dhe më thonë, ti thu që ka tregu dobësi, ka tregu që është lojtare dopt. Unë thënë që ka tregu që është lojtare që as nuk pshin, Me mendjen e vet. Me mendjen e vet ajo. Po me mendjen vet, me ke. Si mas mendimit të. Pa ja me një mendje ka 100 fillim më, me emrin e vet. Me mendjen. Ja me emrin. Me mendjen. Unë jam Rozana Radi, ka thënë. Me mendjen e vet, a më thaj me mendjen e vet, a me emrin e vet, se ti ndron fjalë si mas qevit, ti i ban dal ikje. Me mendjen e vet, pra, me mendjen e vet. Me mendjen e vet, po. Ti ka 100 për mendimin tim. Për mendimin tim, me mendjen e saj ajo. Po, edhe Jozi pra, nuk është treguar do, ma len ta shtri krejt si flashën ty me shtri ton argumentin, se ti nalesh në presë jellës, kuptove mund që jam të thonë. Jo, kuptohesh kjo çor. Ashtu dhe. Ti tha që ajo ka dalë dopt, sepse tha nuk du me nxjerr Gertën unë duke më pyet vllai mall, a doje dilte për atë faj që i bani gjestit me gotën fytyr, apo jo, ajo tha për mua jo kështu. Për mua më mirë dalim shesh burrash. Dhe për këtë nuk ka dalë hipokrite ajo, se nuk i ka dalë mundësia me dalë shesh burrave për eliminim. Për televotim si ky rasti, ajo tek ashtë në shesh burrave. Dhe ti e ty e shfrytzu nga që s'tha Gerta, pa ti frikë Rozana. Kurse unë jam të thënë, nga që s'tha Rozana nuk zgjolli Gertën, unë thënë që e shumëzoj me 0. Okay. Jo pa ti frikë. Ti thu pa ti frikë. Unë thënë që e shumëzoj me 0. Mas përsejt më fjalë, mas kupkuën të përsejt fjalët e mia. Jep vendimin ta. Ti njeki pra, po ti njeki. Jo, dhe tjetra është që dallueshëm është duke filluar nga ky sondazh, duke marru sonte te ky prime që do të njekim i trilleti. Dallueshëm është të dal fituese, pra një ashtu siç thotë divani kur u çun kam dhe priti dorë trokitjet e publikut që po thotë. Okej. Pra dallueshëm është të dal ashtu siç tha. Dakor? Me mendjen e saj. Dhe ti të prap këtë interpreton, ja po sa ajo ka fanbase. Mas përsërit. Sigur. Po jam ty ti njeh argumentat që illa jam ty ti ashtu. Jo, mendimin tan, mos u kap me pikat e mia. Po pra, me argumentat e tua jam ty thënë un kam mendimin e kundërt. Dhe argumenti që kjo ka fanbase dhe Gerta nuk ka një fanbase, nuk e gëzon, bie poshtë për sa kohë ne jena në muajin e 4 të Big Brotherit. Se sikur të ishim në janar dhe delte ky rezultat votimesh, jam shumë dakord që priti herë se Rozana ka një karrierë artistike si këngëtare, si poete, si aktore, edhe ka një fanbase saktum që e mbështesin vullnetarisht edhe pa i thënë asnjë thirrje Rozana. Sepse loja nuk ka treguar si gjatë deri tash. Ndërsa Gerta ka bën një performancë mjaft aktive gjatë gjithë sezonit. Dhe mas gjithë performancës saj të lojës në gjithë sezonin, se të sezoni ka në fund, Gerta merr 26% votave kur është përballë me Rozanën. Domethënë, hiqi fanbase-in si banet i atë llogarin atje se Rozana ka 24, po hiqi 7 Gerta se mungon se ja bën prej natit e çej 6 e këto. Hiqi gjitha këto prap në këtë garë kokë në kokë, si dushti, finalist i parë, pakten me si është influenca në opinioni publik, del Rozana. Por që ta përsërisë edhe herë, mundet me u bë kundërta që me shkaktu i fije tërmet, si me thonë, për jullën e fundit. Ato më pyet edhe mua, Rozana del, unë po analizosha pse pikat e dobta që ka Rozana dhe jo koherencën e saj. Jo, fanbase, ti thu se meriton, unë them e meriton. Fanbase dhe votat. Ti thu e meriton Gerta me dal në finale e parë. Patjetër për lojën që ato bën. E pra unë them e meriton Rozana për lojën e për performancën që ka bërë. Po pra. Po fanbase këtu votat tregojnë qartë që Rozana duhet të dalë sonte e para. Kaç? Është në qartë. Patjetër. Sipas sondazhit ton, po. Por do ishte spektakël, do të them, spektakël. Aman më këtë spektakël. Do ishte shumë intriguese ba me dal Gerta. që u prapë ti blofit, se ajo e ban interesante. Do të shkaktoj një shamat të fort më në shtëpi, një termet, shkakton një shamat. Do i bajnë Rozanës qefin e xherrin shpejt, po Rozana ka përshtypjen më të rrin shumë kështu. Atë me një mallësinë që ka, i shtohet edhe më shumë biles. Jo, po si do me kënë, ajo pak është e qetë se ideja që dhe në finale njëhet e sigur që shkon, edhe pak me qetësu duke i thonë që ke dalë ti
finaliste e parë, qysh 3 javë përpara qetësohet kreta, zhduket kret prej. Edhe Ose shtëpia nuk merr zjarr, si më thënë. ose dek gjeta edhe ai Rozane si thoj mane je ti finaliste po ishte si sa e kundërta atje me para po të dyja mund dalin pra. Njëna nga këto do jetë. Ose gjej një mekanizëm mos më i tregu favorin asnjëres. Keni aty. Bravo, si Gjej një mekanizëm që më thon, ja pa të mbaj Juli, ti duhet ta merre vesh, po nuk kene e tregu. po, ti dole i preferuar i publikut, por javën tjetër del kjo në Po mos e tregon. Po mos e tregon, moja e sekret. Edhe Juli e ka mojt tan javën duket, mos u gabosh. Po. Edhe vetëm Juli ka pas mundësi me kalkulu. Po, vetëm Juli. Kështu që mund të ketë një gjë këtu sepse po u zbulun gjanat bëhet më e pa shikueshme, më e pa vjen interesi. Kështu që do ta lajm me disa të panjoftuna mendojnë sonte këtë gjë ose do dalin të dyja. Patjetër. Si e parashikon skaletën? Ose do dalin të dyja dhe nuk duhet me e ditë banorët aty. Për shembull. Mos me ditë kush ka kënë e para ose e dytë, shumë gjëna edhe a di me më këtë loj. Mor sonde mundet me pas 2 televotime tjera janë. Mundet, hipotetike. E para është nëse cili është fati i tjetrës. Mundet më interpretu një televotim i hapur qysh fillim private, qysh sa merret vesh finalisti i parë, i televotim i hapur për finalistin e dytë direkt brenda private. Pra, Gerta automatikisht shkon në televotim për finalistin e dytë me zgjell 1, 2, 3 kush ka kanë si kanë kanë. A kupton? Dhe hapet një televotim për tjetrin finalist. Sikur se hapet edhe një televotim për kush me dal. Po se si kanë mu përzi këto, ti ta po na kallzon dhe çka mu diskutuar në prime sonde se ti jep skaletën vllajt mo. Tani ka grinca humoristike, a din që janë ata grincat humoristike. Grinca humoristike ka të ndryshme, po nërma kryesore të futet prap gjesti Egli marrë. Nuk i shmange çdo gjesti Egli, që gjesti afrohet të du po s'të du, kjo i thot mlen e rahat, po mlen ose hajde si duon. Kur dushe ke derë në hapë, Jo, hajde për mos hajde. Vesh mos ma ban një që ma ke ba, qatë dush ti tjetër. Edhe ma kes ma ban, po vesh një ashtë që ma ke ba, nuk e du ma. Dhe sa rriti puna marrë që gjesti i kërkoj me ba seks. Qa ka, edhe nga ato taman open mind, ato Amerikan, qa ka me ba dashuri e ba në shpi Big Brother? A ka një problem me ba? Mu ma një, ore, ti s'do në regu ma, po mos ma në lë mu me thonë që unë kam nevoj ma ba. Unë truni po s'bana seksi bate. Qa thua marë? Qa thua ma? Jenë tre zhidja po e ikë mërë bëjmë atë të Egli, po pëse ma Egli është shumë e hapur, nuk i bëjmë përshtypje këtë gjëna. Ikë mërë bëjmë atë dashurën tënde në Kosovë, prap me informacione. Dhe Egli du të futën atë nalën për këtë Eglin. Egli po vazhdon me lanë informacione nga jashtë dhe me i përdor për veti. Për loj, pa. Që nuk i shërben as i gjë, as për mirë, po vetëm për vetë, nuk i shërben e info që ja jep, për shembull, me i thonë në info për mirë. Fsheta si bendi mu, atë lojtarin e gjestin ose tjetër. I ban për me dëmtu lojtarët. Për kuna si, ti do më thonë mu me pas seks, a unë ta vija si të thamë, këtë e dashur ajo, pra që këtë, edhe për vetë se kjo dashur, edhe e këtë në Kosovë ta në gjona. Pra ka pas Mica Miun, që i thojmë, na kape Mica Miun, prap debatet të njëjta, dhe gjelozia e Eglit prap kur vjen Rozana futet mes, ti pse se largove Rozanën kur erdhi, e kishe dorë me thënë Rozana, sa a shef si futesh vetë, se s'na lënë rahat ne dyve. Pra, ka me kënë momentin nxehtë edhe debati me Jozin. Ka me kënë edhe me Jozin prap Egli, që e keni edhe ti, e ke... Po, i debati me Jozin ishte kështu, Jozi ka atë humorin e vetë kështu, humor spic, dhe më thënë që sa shu po, nga cmimi i funksionoj, se i tha, ja more ftyrën babë, si tha Eglit. Edhe ato mrena ty hillen sikur me zipresin me ju prek dikun një familje i gjatë që me bëllujt sikur kanë drejt për çdo gjatë, e kupton? Edhe lidhe burrin. Dhe merre burrin e thot se ja more ftyrën babë se s'di se çai tha Jozi kur po dushi. Lidhe burrin pra, ashtu na prish lojën, merre burrin lidhe. Pa. Dhe Egli u hollë ti baba, ti çat bën baba jem, po se din me ke ti folti, ti çat bën ty baba jem, e tha Egli. Herë rrallë, po një kërcënim që i dënohet, që me thonë, është ai është kërcënim. Kur të dalë jashtë ta tregojnë sa si çfarë. Po, të pa shefti se ti se din se me ke flet. Ti nuk e di. Me ke këtë bash, po. Me ke këtë bash në kuptimin e forcës së dhunës, pra, a kupton? Pra, kjo që ka hi për imazhin me pastruj imazh me kanë njëu. Po, pra, wow, nuk më besohet çfarë dritash pas këtyre janë, po. Bravo. Dhe e dyta ishte që i tha ja morë ftyrën bab se kështu, mas kësaj lidhet burrin, i tha Egli, Jozi tha, ikti ta i burri jot atje në Zvicër. Tekstualisht. Papa, informacion prap, që Jozi
E din që se ka kanë Jozi, edhe Jozi është. E din Jozi që është bën kjo buja e madhe. Edhe u pa të bë buje e madhe. Që është hapa i, Po, u pa të bë një buje e madhe. Dhe kjo ja thot troç prap për lojën e vet, jep infoja. Ja thot në shtëpi, në sy të tjerëve. Sy tjerëve pra. Pra që tanë munden me marrë me përdor atë lloj batutet. A tjetër me folun e din veti, se na kena kanë të dy është dhe ta them vetë, se s'du me përfitu pra për kujt. Atëherë i thote, vazhdo të i thote Jozi, po merr lill burrin se po na prish lojën, nuk kam burrun e ku e din ti kush a burri jeme të debati burrit. Atëherë i thot Jozi, lill dashnorin pra. Pra, atë termin që e përdor gjesti dashurit i thot dashnorin, po. Dashnor. Bukur, dashnorin e tërësëves. Pra, debati ishte pak si shumë i sikletshëm kuptimin i ult. Po, do jetë ishte defekte të tipit informacione ma jashtë dhe ofendime për te asaj, se Jozi e ka gjithmonë batuten me ofendim. Por e gjitha nuk mu duk në favorin e Eglit dhe Gjestit. E gjitha, edhe pse në gojt ujkut, pra në gojt Jozit, ishte, për mendimin tem, doli në favorin e Jozit. Sepse i thot, edhe babën që thash, ja more ftyrën babs, ta thash sepse ti, kur je këthy, tha ke thonë, jam të hyme e bë për familjen teme, për babën, për nanin, për... si kam nanë ata, sa ke që kam nanë e kam bë. Pra, edhe unë duke ditë që ti e këthy për nanin, për babën, për këtë arsye, pra, Jozi shumë mirë i punë ironia këtu, të përmenda që kujdes se si e ty bëja more ftyrën babës, dhe me ka kupton ti, si u justifikuaj, a u justifiku sa me lagojnë, por ama, e gjeti, pra. Sikur se edhe për punën lidhe burrin, se ti ke herë ke thënë ja po burrë gruaj, ja po i herë dashnore, i herë pa dashnore, a kupton? Kur dën ti i thu, kur s'dën ti s'dën me ta thënë më. Lidhe burrin nuk është nuk ka ndonjë fjalë e rëndë, thënë lidhe burrin se si do thënë ngasmën në përshpi edhe kemë ndërkohë Egli nuk ka bë asgjë gabim përveç dy gjërave. E para i ka kërcënu tash pa shefja është se kush është baba jam, me që ta kput kryt. Edhe e dyta informacioni shkoti te burri jot atje në Zvicër. Këta dy informacion, një kërcënim, një informacion i frikshëm nga jashtë i vumë përdorim për me vu për poshtë tjetër. Po mirë, marrë një pyetje tash që më ngrenë mu fansat e Gjestit më shumë. Që thonë, madha, si shumë siguri ka kjo madha, ka fillu mu bën kjo si Zoja Shmish, ban gjithçka dhe nuk i thot kur zhan. Disa dyshojnë që është produksionin bashkëpunon për me ul një imazh të njëjtit ose tjetrit të arë, s'ka rëndësi. A duket e ty që ka një lloj sigurie që mundet me bën gjithçka flet gjithçka, mundet me thënë informacione. Po, ajo tregon që ka një bashkëpunim të afërt me produksionin për me dal Qameti deri javën tjetër, domethënë. Po pra. Aja del ot martën ot shtunën, si më thon. Po tjetër ajo. Ka një ortakëri për këtë gjë, kanë bën një marrëveshje grand që me dal ot martën ot shtunën. Sepse dalin shumë video virale, marrë që nuk transmetohen. Pra dhe janë i kanë kap ato që rrin duke pa shkret, njerëz 24 orë dhe kapin video që kjo thotë ato shpreh gjën është natën. Fjallë shumë. Mos thuj mu, aty i thote të debati me Jozin, i thote se ishte edhe më herët në debat me Gertën. Aty i thote ju drejtote vllajt madh. Pra, është ndaluar kategorikisht me ju drejtu nominal vllajt madh. Nëse flet zëri për shembull. Po. Ti s'mundesh mi kthy përgjigje atij. Kjo e kthen. Duhet me bë demek sikur zëri të foli me anë kokë, pra nuk i kthen përgjigje. Po, pra kjo e kthen. Pra, kjo i drejtohet. I thot, biles nuk ju drejtu vllai madh asaj, e paralajmëroi. Po të më thot mu një herë kujdes me mikrofonin se po ja tregoj unë tha. Po pra, këto lloj sigurie thamun ç'a do të thonë kjo siguri që ka. Ai den me bë demek sikur un jam zëri i publikut pra që dona me luftu vllajën e madh. Ai është më hin hak mua se un jam Luizi 2. Çu i duket kësaj? Si do ta shohim, do ta shohim se a do e penalizojnë mas shumë herëve që i ka thënë që në momentin që ka hi. Do ta shohim. Vazhdojmë me scenario, vazhdojmë me Jozin prap që po të rekon shenja jo respekt për Loredanën. Pra më duket sikur është më shumë të përdor, pra Loredana është më besnike, deri Jozi edhe për një arush e shiti Loredanën, se kishte Loredana një mision me majt një arush, deri në fund pa ja marrë kërkush. Dhe Loret bën një skem Jozi Gjesti, me ofru me tak Jozi afër Gertës. Dhe kur ja merr Gerta se Loredana kishte besim te
Te Gerta, edhe te Gjesti Jozi. me janë rëmby Gertës. Edhe te Jozi kishte besim. Vetëm të tre ishin putrën dhe ajo nite e sigurt që mund t'ja japin edhe ti, edhe Jozi qose ja kërkon. Po Gerta ja mori apo i thotë Gjestit, hajde merr. Jozi ja merr, e jep Gjestit. E Loredana u mërzit për këtë. Unë kisha 2 persona të batë besueshëm tha aty dhe ti mashitë mu, unë du me fituat bonus, se kam me fitu diçka, një çmim, një bonus. Jo, po du ma shumë se më dënë ti mu. Si fillën ja kalën, në kohë se ka një njëri që të dëni do jam vetëm unë, po i kulloja, ja mori, të rëgëj, po ndesha me të rëgu shife, nuk e di pse i ban Jozi këto, dhe Loredana po vazhdon me pas një farë dyshimit për respektin paktën që kërkon një aty mbrand. Se tu mbrand paktën respektin e besueshmërinë të unë, edhe mbështetjen, unë për ty i thot luftoj që bam si luan për ty me dal zot. Ti edhe për një lojë për një arush mbështet i thot? Pa jo, ma unë duhet më shumë se më dënë ti mua, ma ishin mirë më shumë se. Pra e vend me ato fjalë prekse dhe me, edhe e vend Loredanën në pozitë a thu çfarë më thon. Këtë mendoj që ka filluar një farë dyshimit të lidhet tyne. Po në qësë, me qenë sa dhejtë fundit, do të rezistojnë të kalojnë bashkë sa për syje faqë, se nuk mendoj që Jozi ta dojnë Loredanën me të vërtet. Në një njëmë. Ja në dhe të ri, unë mos me ta marrë mendja Jozi 24 vjeçme. Kena pas edhe një shkëndi, Mario, që të dalin pa tjetër, se tjetin telenovelat e lidhet, Aldoja shprej njënja për Danjën. Këtë është një, a ka baj për loj, për strategji, a për qa ka baj, po ja thash seriozisht, dhe i tha që unë prandaj jam largu sepse filloj me të pa mi sy tjetër nuk du me të pas offer, prandaj jam. Hajde, ka fillu me bë strategjinë e Gjibani 3 muaj me vonesë. As thue ka taman, po Rizardin ku e lebe, hube, alroj Rizardin, ty i tha, po s'kam, prandaj janë kushtet e tilla tha që nuk kam sa me fol, mo e tha, po prandaj ky ka kënë arsyeja që unë mendoj që me zi pret vllai mall me i gjerë të lloj gjanash, me gjerë Alton. Kartolin kanë me janë zot. Kartolin. Edhe njënë në anë këtë videoklipin në anën tjetër Rizardin, këtu që është në studio kështu. Dhe duke pa aton këto ngacmimet, ashtu është bën një lojë marrë me cappuccinon. Kuj vet bro vllai mall i thot kush e bën zemrën më të bukur cappuccino, dha cappuccino që do kujt do t'ja japësh. Me zemër, se me zemër kujt t'ja jap. Dhe kena pas kombinime shumë bukura, si për shembull. Beja Loredanës me Jozin që tash më përpara. Loredana bën cappuccino në Gertës. Pra, që këtu të rëgon që e me zemër të Jozit, po ashtu kena Gerta e Loredanës po, Aldo e Danjës. Pra, konfirmon prep një diçka, sa Aldo e për shembull Gertën e ka. E Danja jalla? Ja, Danja, jo, nuk diti me e ba mirë, ja morën iku, nuk e tregoj, zipse se tregoj. Kena Lajeti e Gjesti e derdhi e Gjesti Eglit, jo, Gjesti e Eglit, Gjesti e Eglit, a e manë me një atë I alla me cappuccino derdhën, ja derdhi, kretë. Ftyrës. Ja ftyrës, e derdhi, aty në tavull e derdhi si i bjen. Lajerti e Rëzanës, Rëzana e Lajertit. Po i shqipën? Pra kena këtë, nga të minë që i bëndë vllai mall herë. Kush po dela, tu po hapin në i televotim shpejt me zjarri dyshesët? Ka pas edhe lojna të vazhdueshme që mundohet vllai mall me i vun lojë Mario, po në të janë as për lojna, as për. I ka myt në lojna. Marr me mosën dhe me domin me puzzle, i kanë prish edhe puzzle, nuk ka asnjë lojë s'di me çu deri në fund me marr seriozisht. Ka mundu me aktivizu boll të tretit, është e pamujtur, nuk bëjnë ta, nuk bëjnë. Para se me dalte e eliminumi sot, se u kujtova të shë pamujtën së pra që është mbyll cikli e zaurimit atyne. O janë, a e manë mënd kur kena fillu live-et dhe kena diskutu për në javën e parë ose të dytë, për ata që fillojnë e bëjnë fitness. Unë e kam për ditë shumë, s'kam probleme e që. Sa kohë ka që nuk bëjnë master video, kanë shku ato gila damat ajo që i prunë aty, dhurata me forca, me gjyle, me kështë. Edhe kur shkon Jozin e që i kap dy, i len një disa me ashton më abetin. A më në që bashin filma, që ullqin të bë pompa ka 14 sopë, kush bën 14 i tesh, 5 minuta pushim 14 prap. 14. A e manë me a e këtën me shfarë. Harrojnë, mane, da nga dalë harrojnë ku janë, harrojnë, si që dalin me loj fjallorit, harrojnë me edhe mikrofonin ma. Mara, thu, kena të ishti sonde, edhe me dalë në kushe që se 3 javë mesin mas kësaj. Unë mendoj që i dyshe duhet me dalë sonde. I dyshe, e vogël, i dyshe. Dhe mas për është gjenjen kretë, po fusin e i banor të ri sonde, për shumë. Ja, sot duhet me dalë dikush,
Mos Aldo ja shpejt e tha nuk bane xhama, va hinë dhe me si çapo baj. Ma mirë kishe najt me vajzën tonë, va isha edhe më në rrugë. Po, edhe kishte dalë i respektum deri atë. Hajde se fa, s'po futem. Kishe dal. Doli për vajzën. Me që insistove, si me kanë Behar Mera ma duke alde atë bileta aktimi, që i tha, me që po insistoni ka shumë. Unë nuk po ta pish. Nuk po ta pish. A di si kishte dalë me atë që unë i ka dhënë shpremtim vajzës time dhe unë nuk e kthej. Edhe po dal, do të kishte dalë tamam njëj, djali i pastër, si më thanë, pa unë në fort u përla, e banor, hini dhe asë një gjënë s'bani, tentoj me hi gjertet e me Ja, para se me hi, ishte këtu, ishte të mjekra. Pra, jo me të krytën, ishte me mjekër. Dhe më thanë, ti po thua që i të futën, po i bie të ndryshoj komplet kasetën. Dhe me... Të futën, po duhet mira Gertës, do të futën me Gertës. Ma bani Allah, taksiratit e shumë me më të rusit, unë të të bëj. Se, ai do të bëjnë atë shumë namin aty, sa që nuk do të njohi ma, a kuptot? Taksirati ju i? Taksirati, po pra, me kurës vesh, unë do ndroj komplet kasetën, e? Ose ma mirë dhoni qyshte, se unë vetë ma mirë iko. Edhe unë kam qyshte u këty, nuk e njof ma Aldo. Pra Aldo dhe me vanë, nuk bane gjamër Aldo. Pra i televotim shpejt, biles televotimi ka mu hap 11 pajqere, ka mu mjëll 11:20, edhe del Aldo. Edhe del Aldo, sepse i karë, du të mu largu, mërë se janë shumë mërë, du të mu largu, se s'banë. 9 vetë ato. Mund të ketë në i zingjirë, nuk e tjetë. Mund të ketë në i zingjirë, në gjamë, me 5 të fundit. Në alen të shpërgatitin e dalim të blejmë një ata patatina dhe sënë për me po prajmi sonte. Edhe sjerëm se në premje publicitare takona në Instagram. Shala se la një gjysh 2 pajqerek me zjarë finalistin e para. Nuk ka kompromis me ne. Po deshen me një gjuj këtë që kena bëjnë na, ta bëjnë 11 gjysh. Po deshen me ja komentu ne, mirë. Po s'deshen, mamet, vazhdojnë kryt vetë, ka problem. Hajnë sanduiqa. Zjarë ma pashin, edhe pak dit, duroni. Po s'arroni ne subscribe, se maroj. Duroni, s'keni qa me ba. Ta shtuim, bashk. Po ta shtuim. Hajde, ciao.